Presidenti Bajram Begaj uroi besimtarët e Krishterë për Krishtlindjen, ndërsa mesazhin e parë përcolli nga Kisha Katolike e Shnandohur në Laç. Kreu i shtetit më pas zhvilloi vizita të veçanta në qendrën sinodike të Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë dhe në selinë e vëllazërisë ungjillore të Shqipërisë në Tiranë. Pas takimit me herësin e tij Johani, Begaj përcolli mesazhe për respekt ndaj njëri tjetrit dhe kujdes ndaj njerëzve në nevojë. Është kënaqësi që nga këtu të uroj të gjithë besimtarët e Krishterë gëzuar Krishtlindjen. Është një ditë e shenjtë që shënjon vlerat më të larta të besimit, të dashurisë, të solidaritetit, vlera në fakt që përfaqësojnë identitetin ton dhe atë çfarë ne njihemi botërisht të bashkëjetesës dhe harmonisë ndërfetare. Kryeministri Edi Rama urimin e Krishtlindjes e përcolli përmes rrjeteve sociale, duke e shoqëruar me një imazh nga vepra monumentale e Pjetër Bogdanit, Qeta e Profetëve. Kryedemokrati Sali Berisha zgjodhi të uronte personalisht kryepiskopin dhe më pas të uronte besimtarët. Shpreh urimet e mia, nderimin tim më të madh për kryepiskopin e Kishës Autoqefale Shqiptare, bashkëpunëtorët e tij, besimtarët ortodoks në Shqipëri dhe kudo që janë. Kjo është një ditë e madhe në jo vetëm historinë e krishtrimit, por dhe në historinë e qytetërimit botëror dhe qytetërimit perëndimor në veçantë. Edhe kryetaria në detyrë e Bashkisë së Tiranës, Andojen Arlistani, uroi besimtarët e Krishterë nga Katedralja Ngjallja e Krishtit. Është shumë kënaqësi që së bashku me prefektin të urojmë të gjithë besimtarët e Krishterë, qofshin të Tiranës apo kudo që ndodhen, dhe të gjithë qytetarët e Tiranës, Krishtlindje të mbara, të bardha në një vit të mbar. Është një kohë ku të gjithë mund të jemi pak më të mirë me njëri tjetrin. Krerët të shtetit e politikës, sikurse drejtues të institucioneve përcollen mesazhe për besimtarët e Krishterë në të gjithë vendin.